Rivendosja kozmike 2025-2026. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot dua të ndaj me ju një mesazh të rëndësishëm, një parashikim që vjen nga vëzhgimet e mia të gjata dhe nga ato që planetët po na tregojnë qartë në qiell. Ne jemi në prag të një ndryshimi të madh kozmik. Vitet 2025-2026 shënojnë atë që unë e quaj rivendosje kozmike, një reset i madh që do të transformojë jo vetëm jetën individuale, por tërë njerëzimin. Kjo nuk është thjesht një tranzit i zakonshëm astrologjik, është një ngjarje e rrallë që ndodh një herë në disa shekuj. Le të fillojmë nga fillimi. Për vite me radhë, kemi qenë në ndikimin e energjive të rënda, të elementeve të tokës dhe ujit. Kemi parë shpërbërjen e strukturave të vjetra, qeveri që dridhen, ekonomi që lëkunden, sisteme shëndetësie që zbulohen dobësitë e tyre. Por tani, qielli po na sinjalizon një kthes. 3 planetë të jashtëm, Neptuni, Saturni dhe Urani, po ndryshojnë shenjë pothuajse njëkohësisht. Kjo është jashtëzakonisht e rrallë dhe shënon fillimin e një epoke të re. Imagjinoni qiellin si një orë të madhe kozmike. Kur këto planetë të ngadalë lëvizin, është si të shtypet butoni i resetit për tërë sistemin. Dhe pikërisht tani, në 2025-2026, po ndodh kjo. Le të shohim se cilën pikë me detaje, sepse kuptimi i thellë i tyre do t'ju ndihmojë të përgatiteni dhe të përfitoni nga këto energji të fuqishme. Pika 1. Ndryshimet e rralla astrologjike. Së pari, le të flasim për ndryshimet e këtyre 3 planetëve të jashtëm. Neptuni, planeti i ëndrave, shpirtërisë dhe iluzioneve, do të hyjë në shenjën e dashit. Kjo ndodh në mars të 2025 me një prevjet të shkurtër dhe pastaj definitivisht në fillim të 2026 Neptuni nuk ka qenë në dash që nga viti 1861, pra, rreth 165 vite më parë. Imagjinoni, një cikël i plot neptunian po mbyllet dhe një i ri po fillon. Në atë kohë të kaluar, bota pa revolucione të mëdha, luftëra për liri, por edhe shpikje që ndryshuan historinë. Tani, Neptuni në dash do të sjellë një shpirtëri më aktive, më luftarake, jo më pasive, por që vepron. Pastaj, Saturni, planeti i strukturave, disiplinës dhe mësimeve karmike, gjithashtu hyn në dash në maj 2025 me një previe dhe definitivisht në shkurt 2026. Saturni në dash do të kërkojë nga ne leadership të vërtetë, të bazuar në shërbim, jo në ego apo kontroll. Dhe së fundi, Urani, planeti i revolucionit, inovacionit dhe zgjimit të papritur, hyn në binjak në korrik 2025 me previe dhe definitivisht në prill 2026. Urani në binjak do të përshpejtojë komunikimin, teknologjinë, inteligjencën artificiale, gjithçka që lidhet me mendjen dhe shkëmbimin e ideve. Këto 3 ndryshime pothuajse simultane janë si një orkestër kozmike që luan një simfoni të re. Është e rrallë të shohim kaq shumë planetë të jashtëm duke kaluar në shenja të reja në një periudhë kaq të shkurtër. Kjo tregon se po hymë në një fazë të re evolucioni njerëzor. Pika 2. Kalimi nga epoka e tokës dhe ujit në zjarr dhe ajër. Për më shumë se një dekadë, kemi qenë në dominimin e energjive të tokës dhe ujit. Kjo ka qenë një periudhë e rëndë, introspektive, ku strukturat e vjetra, si institucionet, besimet e vjetra, modelet ekonomike, po shpërbëheshin ngadalë. Ka qenë si një dimër i gjatë shpirtëror, ku gjithçka dukej ngadalët, emocionale, ndonjëherë konfuze. Por tani, me Neptunin dhe Saturnin në dash zjarr dhe Uranin në binjak, ajër, po kalojmë në energji më të shpejta, më dinamike. Zjarri i dashit është impulsiv, krijues, veprues. Ajri i binjakëve është mendimtar, komunikues, inovativ. Kjo do të thotë për shpejtim i madh, vetdia njerëzore do të zgjerohet shpejt. Teknologjia do të avancojë me hapa gjigant. Mendoni për AI-n që shkrihet me mendjen njerëzore, për bioteknologji që ndryshon trupin dhe shpirtin. Energjitë do të jenë ngjitse, ide të reja do të përhapen si zjarr në bar të thatë, por kujdes, kjo shpejtësi mund të sjellë edhe konfuzion për ata që ngelin pas së vjetrës. Është koha të lirohemi nga e kaluara dhe të përqafojmë të ren. Pika 3. Zgjimi i madh. Unë kam marrë mesazhe të qarta nga burimet të larta shpirtërore, duke përfshirë plejadianët që një nga ylli Plejades që na udhëheqin prej kohësh.
Ata thonë se që nga viti 2008, njerëzimi ka qenë në një fazë kukulli si një vëmje që futet brenda për t'u transformuar. Në këtë kukull, sistemet e vjetra po shpërbëheshin, qeveritë korrupte, ekonomia e pabarabartë, shëndetësia që nuk shërben të gjithëve. Ka qenë një periudhë pastrimi, dhimbje, por e nevojshme. Tani, në 2025-2026, po dalim nga kukulli. Është zgjidhje i madh lindja e një njeriu të ri, më të vetëdijshëm, më të lidhur me kozmosin. Do të shohim një njerëzim që zgjohet ndaj së vërtetës, që refuzon iluzionet dhe përqafon dashurinë dhe unitetin. Kjo është si një flutur që del, e bukur, e lirë, por fillimisht e dobët. Prandaj duhet të përgatitemi. Pika 4. Leadershipi dhe shpirtëria e re. Tani le të thellohemi te ajo që do të ndryshojë më së shumti në nivel shpirtëror dhe shoqëror. Leadershipi dhe shpirtëria e re që po lind. Së pari, Neptuni në Dash, ky tranzit i madh që fillon seriozisht në fillim të 2026 do të transformojë plotësisht mënyrën se si ne e kuptojmë dhe jetojmë shpirtërinë. Për dekada me radhë, shpirtëria ka qenë kryesisht pasive. Njerëzit meditonin në heshtje, tërhiqeshin në retreate, kërkonin paqe të brendshme duke u shkëputur nga bota. Kjo ka qenë e bukur dhe e nevojshme, por tani po mbaron. Me Neptunin në zjarin e Dashit do të lindin atë që unë i quaj luftëtarët shpirtëror. Këta nuk janë luftëtarë me armë, por njerëz që bashkojnë shpirtërinë me veprimin konkret. Imagjinoni mësues shpirtëror që nuk qëndrojnë vetëm në studio jogaje, por dalin në rrugë për të mbrojtur të drejtat e njeriut, për të krijuar komunitete të qëndrueshme, për të udhëhequr lëvizje sociale me dashuri dhe mençuri praktike. Shpirtëria do të bëhet aktive, iniciative, guximtare. Do të shohim njerëz që përdorin intuitën e tyre për të zgjidhur probleme reale, në familje, në punë, në shoqëri. Në të kaluarën, kur Neptuni ishte në shenja të tjera zjarri, kemi parë lindjen e lëvizjeve të mëdha shpirtërore që ndryshuan botën. Mendoni për revolucionet kulturore të viteve i 60. Tani do të jetë edhe më intensive, sepse shoqërohet me Saturnin në të njëjtën shenjë. Saturni në Dash, që stabilizohet plotësisht në fillim të 2026 do të vendos rregulla të reja për leadershipin. Saturni është mësuesi i rrept i kozmosit, ai na mëson përmes përgjegjësisë dhe kufive. Në Dash, ai do të kërkojë leadership autentik, të bazuar të shërbimi ndaj kolektivit dhe jo të dominimi, egoja apo pushteti personal. Liderët e vjetër, ata që sundojnë me frikë, manipulim apo interes vetjak, do të bien njëri pas tjetrit. Saturni do t'i testojë ashpër, strukturat e tyre do të shkërmoqen nëse nuk janë të ndershme. Në vend të tyre do të ngrihen lider të rinj, njerëz që udhëheqin me shembull, që vendosin të mirën e përbashkët mbi veten, që janë të guximshëm por të përulur. Këta lider do të jenë si prindër të urtë për shoqërinë të disiplinuar, por të dashur. Unë parashikoj që në vitet 2026 dhe tutje do të shohim një valë të re udhëheqësish në politika, biznese, komunitete shpirtërore. Njerëz që nuk kërkojnë famë, por përgjegjësi. Dhe ju, që po më dëgjoni tani, mund të jeni një prej tyre. Nëse ndjeni thirrje për të udhëhequr diçka, një grup, një projekt, një familje, kjo është energjia që ju shtyn. Në thelb, Neptuni dhe Saturni bashkë në Dash do të krijojnë një shpirtëri të pjekur dhe një leadership të shenjtë. Jo më ndarje mes shpirtit dhe materies, por bashkimi tyre në veprim të përditshëm. Pika 5. Këshilla praktike për t'u përgatitur. Për të kaluar këtë tranzicion pa kaos, këshillat e mia janë: thjeshtoni jetën, hiqni qafe sendet e tepërta materiale. Mos u varni nga posesionet, energjitë e reja kërkojnë liri. Praktikoni qetësinë çdo ditë, meditim, yoga, ecje në natyrë. Kjo do të mbajë ekuilibrin tuaj. Përgatitni sistemin nervor, energjitë do të jenë intensive, ushqeuni mirë, flini, shmangni stresin e panevojshëm. Mësoni për teknologjinë, kuptoni AI-n, bioteknologjinë. Ato do të jenë pjesë e jetës sonë, mos u friksoni, por integrojini me vetëdijen tuaj. Përfundimi. Viti 2026 është si një ceremoni diplomimi për njerëzimin. Keni besim të intuita juaj, ndiqni sinkronizimet dhe ëndra. Po ndërtohet një botë më e lidhur, krijuese dhe e dashur, mos kini frikë nga ndryshimet, bëhuni pjesë aktive e tyre me dashuri dhe vetëdije të lartë. Faleminderit që na dëgjuat. Bekime kozmike për të gjithë ju. Nëse keni pyetje, komentoni poshtë.
Shihemi së shpejti.